Kisha ortodokse na jep mundësinë nëpërmjet misterit të Evqelisë, që është një nga 7 misteret e kishës, që të shërojmë sëmundjet e shpirtit dhe trupit. Fatkeqësisht, ne shpeshherë smuremi, mëndërisht, shpirtërisht dhe fizikisht, sepse është mëkati. Mëkati është ai që na ndan nga Zoti, që është burimi i jetës dhe i shëndetit. Por kur mes nesh edhe Zotit hyn mëkati, ashtu si hyn reja e zezë mes diellit edhe botës, dhe nuk ka më dritë, nuk ka më ngrohtësi, po ka errësirë dhe ftohtësi, kështu ndodh edhe kur mëkati hyn mes nesh dhe Zotit. Atëre largohet Zoti, burimi i jetës, vijnë problemet shpirtërore që ndikojnë në problemet trupore dhe vijnë sëmundjet që janë mendore dhe trupore. Por Perëndia është dashamirës, nuk ban mëri, dhe lavdizohet që kemi një Perëndi të dashur, i cili nuk gëzohet kur ne vuajmë, kur ne smuremi, kur ne mundohemi, kur ne vdesim. Se Zoti nuk e do vdekjen e mëkatarit, por do të mbetet e të jetë gjallë. Por Perëndia është dhe drejtësi. Dhe drejtësia e Perëndisë është kundër mëkatit. Prandaj dhe Perëndia lejon që ndonjëherë të na vizitojë sëmundja që të ndërgjegjësohemi që kemi mëkatuar. Dhe duke ndërgjegjësuar që kemi mëkatuar, t'i largohemi mëkatit, si diçka e hidhur, diçka e dëmshme. Prandaj na vijnë dhe sëmundjet, janë terapi, janë qortime që na jep dashuria e Zotit që mos ecim në rrugën e mëkatit. Por mëkati është ai që trashëgojmë, mëkati Adamit dhe Evës, kemi mëkatet prindërore, kemi mëkatet personale, kemi mëkatet dhe botës. Jo çdo herë mund kemi një mëkat personal. Ka raste që një smundje nuk vjen nga një mëkat personal. Si shtatet Zoti tek i verbri, që as ky as prindet e tij nuk kanë mëkatuar. Por kjo nuk përjashton që ne lindim në mëkat dhe bim në një botë mëkatare. Prandaj, ne nuk gjykojmë kur një njeri vuan nga një smundje, nuk i vëm gishtin, themi ky është mëkatar prandaj vuan. Vetëm në qoftë se ai e ka kuptuar mëkatin e tij, pendohet për mëkatin e tij, rrëfet për mëkatin e tij në kish, atëre po. Por kisha nuk i përjashton njerëzit, thonë ti je mëkatar dhe usmure dhe largo. Kisha e mban dyert hapur. Pse? Sepse kisha është spital. Dhe spitali për smurët është. Prandaj dhe kisha është për njerëzit e smur me mëkat. Si tha Krishti, unë nuk kam ju ngjidh për të drejtët, ungjidhin e kam për mëkatarët. Prandaj dhe kisha ka këtë mister, hirëdhënës, të shëndetshëm, që shëron sëmundjet e shpirtit dhe të trupit dhe të mendjes. Siç lexuam te letra apostullit Jakobit, është ndonjë sëmur nga ju? Pra i drejtohet popullit. Le të thras pleqt e kishës. Kush janë pleqt e kishës? Priftërinjt, siç kemi këtu uratën, në atastin. Dhe lutja që do bëhet me besim, duke lyer me vaj në emër të Zotit, atëherë do shërohet. Dhe në pas ndonjë mëkat do t'i falet, thot apostulli Jakovi. Nga kjo fjala e apostullit Jakovit është të bërë kjo shërbesa që bëm neve sot, dhe është kryet ky mister që quhet Evqeli, që vjen nga greqishtja, do të thonë Evqelio, me vajim, të lyesh me vaj. Por ne nuk besojmë se vaji i ullirit ka një fuqi mrekulluese. Vërtet vaji i ullirit përdoret shumë pomadë dashuruese. Por kisha nuk beson se vaji ka fuqi magjike, dhe ai të lyej me vaj se ka energji, e ka fuqi, e bën mrekulli. Jo, vaji është vaj. Është një bimë që mund të ketë karakterin kurativ, por nuk shëron çdo sëmundje. Por kur në vaj zbret shpirti i shenjtë, shpirti shërues që e kishte Krishti dhe e transmeton tek njerëzit dhe shëronte çdo sëmundje lëngat, po njëjta gjë ndodh. Sepse ne i lutemi Atit në emër të Jesu Krishtit me anë të priftërive, dhe Perëndia me anë të Jesu Krishtit dërgon shpirtin e shenjtë tek vaji. Dhe në momentin që prifti na lyen në emër të Zotit me vaj,
atëherë shpirti i shenjtë takon trupin ton dhe bën atë shërimin. Ku është sëmundja? Në mendje, në shpirt dhe në trup. Por në fillim na fal mëkatin Zoti dhe pastaj na bën shërimin. Si tha Zoti paralitikut, birë t'ja falur mëkatet, me shtratin qohu dhe ik në shtëpi. Pra pa u falur mëkati, që mund t'jetë prindëror, personal, ose i natyrës njerëzore, me dashje se pa dashje, nuk bie shërimi. Do thoni juve, po mirë atëre, ne kemi dëgjuar që mëkati falet me pendim rrëfim. Po, mëkati falet me këto mënyra. E para me pagëzimin, që falen gjithë mëkatet. E dyta falen me pendim rrëfimin, për mëkatin që bën mbas pagëzimit. E treta falen dhe me evqelin. Por kush mëkat falen me evqelin? Mëkatet e leta. Mëkatet e leta që ne bëjmë për ditë, po që janë si ajo rëra e detit, që nga pak ata bën shumë. Dhe si ai virusi, që është shumë i vogël, por kur është i shumë në trup ai të mund edhe vdes një virus. Kur s'bën kujdes. Kështu dhe mëkatet e vogla që ne i bëjmë pa kujdes, mblidhen dhe ato na i robrojnë shpirtin, na i smurin trupin. Prandaj kisha ka vendosur këtë mister për mëkatet e leta të vogla. Edhe kungata inore është për mëkatet e leta të vogla. Si na thot për i ti kungohet shërbëtori për ndjesën e mëkateve, për mëkatet e rënda të vdekshme, që na ndaj nga Zoti është misteri i pendim rrëfimit. Prandaj, ky mister ka vlefshmëri kur pendohesh, kur rrëfehesh, dhe atëre po Zoti dhe të shëron. Të dashur të krishterë, kemi shumë nevojë për fuqinë e Zotit. Jo thjesht për ilaçe, për mjekësi, për terapi. Jo se kisha është kundër ilaçeve, mjekësisë dhe terapisë. Madje kisha e përshëndet shkencën e mjekësisë sepse është një ekonomi e Zotit. Por ne të krishterët kemi diçka që nuk e ka bota. Për ne mjeku nuk është një Zot, është një instrument. Ilaçi nuk ka një fuqi magjike, është një mjet. Dhe çfarë bëjmë ne të krishterët kur smuremi për shkak të mëkatit? Atëre ne nuk vrapojmë njëherë te mjeku, por vrapojmë te Zoti. Pendohemi për mëkatet tona, rrëfejmë mëkatet tona, vim në kishë që këtu është spitali, kërkojmë uratën e priftit, kërkojmë misterin e evqelis, që janë për shëndet. Pastaj, kur shikojmë që trupi ynë po reziston, atëherë drejtohemi edhe tek mjeku. Kjo është rruga e shkurtër. Rruga e gjatë është ai që shpeshherë bën njerëzit. Madje edhe ne të krishterët, shkojmë nga mjeku, mjekësia, terapia, gjëmë të gjitha, pastaj vim nga kisha. Jo, kjo është rruga e gjatë. Kështu që po të ndjekim të rrugë, edhe sëmundjet shërojnë më shpejt, edhe ilaçi i mjekut ka më shumë efekt. Të dashur të krishterë, jetojmë në një botë që ka shumë mëkat dhe ka shumë sëmundje. Fatkeqësisht sot po shtohen shumë spitalet sepse janë shtuar shumë sëmundjet. Po pse? Sepse njerëzit janë larguar nga Zoti, janë larguar nga virtuti, janë larguar nga besimi, janë larguar nga gjërat e shenjta, shkojnë vetëm te e keqja. Dhe prandaj shtohet mëkati dhe shtohen dhe sëmundjet. Si do kthehemi? Të vazhdojmë në mëkat dhe në sëmundje, që të besojmë që shkenca të bëjmë mrekulli të shërojë çdo sëmundje? Jo, do shërojë një sëmundje tjetër më e keqe do shfaqet. Madje në shenjat apokaliptike thotë do vinë sëmundje të pashërueshme, globale, siç ishte edhe pandemia që kaloi. Por çfarë do të bëjmë? Të largohemi nga mëkati, edhe do kemi më pak sëmundje. Edhe sëmundja na duhet. Sepse sëmundja është terapi për shpirtin, që mos të rendim në mëkat. Edhe kur ne marrim evqelin dhe nuk ndjem në shërim të trupit, se ndoshta thot dikush, ja erdha këtu te kisha, u lyva dhe më vaj, po prap më dhëm trupi, prap më dhëm i këmbët, prap më dhëm koka, prap. Por pavarësisht se nuk kemi ndonjëherë shërimin e trupit, sepse Zoti thot, më mirë të jesh i smur, të kesh një ngarkesë që mos vraposh në mëkat, por unë po të shëroj shpirtin, po ta fal mëkatin. Pra, faljen e mëkatit e kemi marrë, për mëkat e vogla. Shërimin e shpirtit e kemi marrë. Edhe shërimin e trupit, do ta marrim nëse do Zoti. Nëse nuk do Zoti, themi faleminderit Zot, edhe kur jam smur. E mbyll me një fjalë. Nuk ka virtut më të madh për atë krishter që duron në sëmundje dhe falenderon Zotin në sëmundje. Ky konsiderohet si një martir. Prandaj, mos i shikoni sëmundjet si dënime, i shikoni si terapi dhe si qortime për korrigjim, për shpëtim dhe shenjtërim. Zoti nuk na premton në këtë jetë do kemi sëmundje. Jo.
Zoti premtoi mbas ajete do kemi një trup të pavdekshëm dhe të pasmur, ku nuk do ketë as smundje, as lot, as sidërim, as vdekje. Derisa të vijë ajo kohë, do duroj. Po le të më këtoj më pak që të sëmuremi më pak. Amin.